Letërën presidenti që do dhuje e kualitative jo kualitative më stanimo. Sa skandal, mi tha. Qartu, ma dhënë të kuptohet, po skandal. Edhe politikisht Kosova shpesher ka dështuar këtë drejtim. Politikisht korekte, madje. Po s'është, absolutisht. Në shumë raste ka dështuar duke i cilësuar njohjet kualitative dhe jo kualitative. Tani ne nuk mund ta krahasim Sudanin me Izraelin. Po ai Sudani se vetat ministri, ai deri te obori ministrisë kish kompetencë vëlla. Edhe tash me krahasu me Kenjen, me gjithë respektin. Kenja është superfuqi në shtetin afrikan, a Sudani, faleminderit që na ka njoft, po nuk ka që i vetë kush marrëdhënie ndërkombëtare, se s'ja vetë ministrin, atë në bora e roja që e ruan atë ministrin. Presidentin Al-Bashir e ka patur edhe e ka edhe më tutje. Kështu Beogradi po thot, bleju. Jo, Beogradi tha Beogradi tha që atje ka mosmarrje shtetërore në Sudan, prandaj dikush e ka njoft, çaj që zvetet në bashkë e ka njoft Kosovën. Kjo fjali tipike që e thot Beogradi, zyrtar. M'fal. Ska mendon, Darfuri më e rëndësishëm ky kryeqyteti i Sudanit. Po kthehemi për të temë se dulim për temë Në kviz, të gjeografisë. Me thonë kush më rëndësishëm, kush më pak i rëndësishëm. Cilën e kalon Republika e Kosovës ka nevojë edhe numri Absolutisht. Po pajtohet ka nevojë, kjo ka shumë rëndësi shumë të madhe. Ktu s'kemi dilema. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Edhe po çse do të kishim më shumë njohje do të ishte shumë më mirë. Se sa që tani. Po neve na intereson nesër. PDK-ja sikur e pat një heshtje, një takim që u mbledh, ndërkohë që zoti Hamza kishte shkuar në Hag. Sadik se ti me siguri e presin që nesër kthehet zoti Hamza, me siguri e presin që e morën e mendim tine, sepse këta karmojt sonde një mbledhje. Nesër kthehet apo sot është kryer, sepse nesër Nora vetë është çështja e Po jo, ai ka edhe telefon me vete. Të folën në telefon, s'ka rëndësi. Po folën në WhatsApp. Presin ose presin? Ai kanë folën. PDK ka marrë në takim kryesia e PDK-s. Kanë thonë se deklarohet më vonë, s'kanë thonë deklaratë tjetër, edhe pse kanë thonë se ne qëndrojmë. Prandaj unë po them mos ka ndonjë joker këto të shtuar diçka. Po na befason PDK. Me dhoni mendim nëse njerëz PDK-s po e mohojnë absolutisht mundësinë që edhe vizita e zotit Hamza në Hag mund të sjellë ndryshime në qëndrimin e tyre politik. Po ka qenë vetë vendosur. Po jo nesër. Jo, ka qenë më herët në Hag, nuk ka qenë vetëm Hamza, ka qenë Memli Krasniqi, kryetari nuk pres lëvizje që ka qenë. Po unë dosha vetë goshin me lidhje që do. Po. Për Duda Baljen është folë që është taku me Radojqiqin Kopaonik me datën 28. Po qitë punë. Ndërsa sot i afro Duda Baljes një post ministror. Vetë që to, a është e kuptueshme kjo është e pjesa e moralit që zoti Gashi përmend. Edhe ka moral në politikë, edhe ka moral nëse ka ndodhur vërtet. Nëse s'ka moral është një post ministror Duda Baljes, ku deri sot në ora 3, 4, 5 është akuzuar se është taku me Radojqiqin Kopaonik. Kjo është e rëndë pak. Unë kem të bisedu, a mund pahiri më si ka iu i mrena, më su ka japin dikush tinza cigaren në PDK aty nga emrat e mëdhaj, që mund me qu nesër dorën për qeverin, e mos tjetë ky besoj arsyeja e kësaj heshtje për Duda Baljen ka të pyesë PDK-s se sa për që e presin Bedrim Hamzën, që ka me thonë Bedrim Hamza, për ati nështë kona i sharet për e Kopaonik, Radojqiqi, Ministria. Drenori e kërkoj fjallën se pastaj pyetje të publikut, do të ra? Po që të kthejmi pak edhe njerë të rulli i PDK-s tonë që se to. Të Duda të shko të PDK-a, bre. Ku ta ban Duda tani, ku ta ban PDK-ja Dudën tani, ministër shka kënë thonë. PDK-ja s'ka thonë që o takuaja. Pozicion më të arsyeshëm se Partia Demokratike në tonë që stas s'ka lujt asnjë subjekt politik. Për sa thash Omer ka qenë pa nevojshme aleonca me dalë shumë për se s'ka fuqi. Po LDK-ja? PDK-ja është... PDK-ja më arsyeshme, po LDK-ja? LDK-ja kishte problemet e